Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona dhe Kapxhiu, mirë se vini në transmetim në drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e njëjtë dhe dashnon 23 tetor për vitin 2025. Duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbarë me programin e mëngjesit, do të jemi patjetër që në këtë moment edhe deri në orën 9. Me rubrikat e përditshme do të kemi mundësi që të shfletojmë titujt kryesorë të gazetave për ato të përditshme që ne kemi ngritur në redaksi, por edhe mediat e rëndësishme online, komunikimi së bashku për temën e ditës e jo vetëm, sërish do të vijmë diskutojmë për bonusin e fundvitit për pensionistët, ndërsa do të ndalemi në temën e ditës me të ftuarin rreth orës 8:35 në program me sociologun Gzim Tushi dhe do të shohim në fakt se pse shqiptarët kanë mbritur deri aty. Fatkeqësisht ajo që ndodhi dje në Manës Durrësit nuk ishte ngjarja e parë që janë përdorur armët pas debateve apo edhe sherreve banale dhe pse shqiptarët kanë arritur që të vriten edhe për një kafe. Rubrikat e përditshme patjetër, parashikimi i modit, parashikimi i yjeve dhe gjithçka tjetër që të kemi mundësi të ndjekim drejt për drejt në Shtypi ditës dhe ju. Spari përpara se të nisim pasurinë e shtypit me gazetën Panorama, shohim pak së bashku çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Gjatë ditës sotme, duke nisur nga ora 10, Sali Berisha, krye Partisë Demokratike, nis trajnimin e deputetëve të rinj. Do të ketë leksione se si të sillen dhe të përballen me kundërshtarët politik në parlament. Në bashkëpunim edhe me Fondacionin Konrad Adenauer, organizon Partia Demokratike programin e trajnimit për deputetët e rinj të kësaj force politike. Sali Berisha do të mbajë fjalën hapëse, pas tij flet Thomas Kunze, që është shef i zyrës së Konrad Adenauer në Tiranë, por edhe kryegrupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Pra PD-ja trajnon sot deputetët e rinj, diçka që Partia Socialiste e ka bërë nëpërmjet Akademisë Politike gjatë muajve të verës. Sot në mesditë, pra duke nisur nga ora 12 në ambientet e KLG-s, Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të bëhet ceremonia e betimit për 42 magjistrat të rinj. Vlen për të theksuar se janë 42 magjistrat që kanë mbaruar shkollën në periudhën 2022-2025 që i bashkohen sistemit të drejtësisë dhe do të shpërndahen pra në gjykatat në gjithë territorin e vendit, siç po e shihni në këto momente në ekran. Megjithse sistemi i drejtësisë i shtohen 42 magjistrat të rinj, sistemi ende ka nevojë për më shumë.